Njeriu ka një jetë dhe ajo nuk i kthehet kur më. Thuhet se një plak i moçëm jetoi 100 vjeç. Para se të vdiste, ai thiri djemtë e tij dhe u dha këtë porosi. Bitë mi, njeriu është mysafir në këtë botë. Prandaj kur të shkoni miq, mbani gjithmonë me vete 3 gjëra të thjeshta. 1 metër, një gur, kandari dhe një gjilpër. Përse 1 metër baba, pyeti i pari? Që të matësh dhëndin kurime të tjerët, birim. Përse një gur kandari, baba, i tha i djali i dytë? Që ta peshosh fjalën tënde para se ta thuash. Përse një gjilpër? E pyeti i treti. Para se të thumbosh tjetrin me fjalë, provoje një herë te vetja jote, në të dhëm apo në të djeg, birim. Tani, pas i tha këto fjalë, plaku e mbylli duke thënë, trupin tim po ja fal tokës, ndërsa mendjen time po a lë juve.